9 maj shënon 10 vjetorin e inaugurimit të Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi, një dekadë aktivitete në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë fotografike shqiptare. I inauguruar në Ditën e Europës me 9 maj 2016, muzeu i zhvendosur në mjediset e reja u konceptua jo vetëm si një hapësirë ruajtje imazhit, por si një institucion ku fotografia do të vijonte të jetonte si kujtesë historike, dëshmi e kohës dhe formë reflektimi mbi shoqërinë shqiptare. Data përkon gjithashtu me ditëlindjen e Geg Marubit, fotografit të fundit të dinastisë, i cili luajti një rol kyç në shpëtimin dhe ruajtjen e koleksioneve të fotografëve të Shkodrës, duke vendosur themelet e fotografisë shqiptare. Gjatë këtyre 10 viteve, Muzeu Marubi është kthyer në një hapësirë dialogu mes historisë dhe së tashmes, duke ndërthurur arkivin historik me interpretimin bashkëkohor të fotografisë. Përmes rreth 40 ekspozitave, mbi 60 bisedave, konferencave dhe tureve, si dhe afro 200 punëtorive dhe masterklaseve edukative, institucioni ka ndërtuar një marrëdhënie të re mes publikut dhe artit të fotografisë. Një nga aspektet më të rëndësishme të punës së muzeut ka qenë ruajtja dhe pasurimi i arkivës fotografike. Nëse një dekadë më parë arkiva përmbante rreth 493.000 negativ, sot fondi i saj afrohet 543.000 fotografive, ndërsa rreth 80% e materialeve janë konservuar duke garantuar ruajtjen e kësaj pasurie vizuale për brezat e ardhshëm. Muzeu Marubi ka fituar ndër vite dhe vlerësime ndërkombëtare. Në vitin 2017 ai u përzgjon në listën e ngushtë për çmimin European Museum of the Year Award, ndërsa në vitin 2025 arkivi i tij u regjistrua në regjistrin ndërkombëtar Memory of the World të UNESCO-s. Në kuadër të 10 vjetorit, muzeu do të sjellë një ekspozitë të veçantë kushtuar fotografit shqiptaro-amerikan John Milley, duke ekspozuar për herë të parë në Shkodër koleksionin e tij origjinal të ardhur nga New Yorku. 10 vite pas hapjes së dyrave, Muzeu Marubi vijon të mbetet jo vetëm një institucion i kujtesës historike, por edhe një hapësirë ku arkivi dhe fotografia dialogojnë vazhdimisht me kohën moderne. Ai është kthyer një nga pikat kyçe të fokusit të turistëve, jo vetëm vendas, por dhe atyre nga e gjithë bota.